Irani ka nisur bisedimet zyrtare me Omanin për menaxhimin e ngushtisë së Hormuzit, duke konfirmuar rolin e dy shteteve që ndajnë sovranitetin mbi këtë pikë strategjike detare. Sipas zyrtarëve në Muscat, palët u zotuan të garantojnë kalimin e lirë dhe të sigurt të anijeve pas nënshkrimit të një memorandumi të ri me Washingtonin. Menaxhimi i përbashkët është në plan të nisë pas 60 ditësh, afat brenda të cilit Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë në plan të arrijnë një marrëveshje përfundimtare. Mediat ndërkombëtare raportojnë se si pjesë e kësaj marrëveshje, Shtetet e Bashkuara kanë pranuar zhbllokimin e 12 miliard dollarëve nga fondet e ngrirë iraniane, të cilat do të ndahen në dy këste. Ky lëshim pason vendimin e Shteteve të Bashkuara për të pezulluar sanksionet e naftës për 60 ditë. Megjithatë, pika më e vështirë mbetet programi bërthamor. Ndërsa presidenti amerikan Donald Trump deklaroi me bindje se Irani do të pranojë inspektime madhore të armatimeve, Teherani ka reaguar prerë. Ministria e Jashtme iraniane njoftoi se nuk ka marrë asnjë angazhim të ri për të rikthyer mbikëqyrësit e OKB-s, duke saktësuar se kontrollet do të lejohen vetëm sipas procedurave të tyre të vjetra parlamentare.